ju keni qenë gjatë gjithë natës tonë bashkë me shtabin e emergjencave. Sa toka bujësore janë mbytur kryesisht në Ngurës dhe këtu në zonën e Imshës? Lumi Seman ka dalë diku nga ora 11 e natës dhe vazhdoj gjatë gjithë kohës. Prurjet janë duke u rritur. Sipërfaqja aktuale deri tani që ne po flasim është diku te 187 hektar. Janë brenda bermave të argjenaturës së lumit. Janë toka bujësore të mbledha nga fermerët që janë në përdorim. Po në lidhje me këto stanet e baktive apo dhe gjedhit janë evakuar? Në bashkëpunim me pushtetin lokal Bashkinë Lushnjë, janë marrë masa për evakuimin e të gjithë baktive të imta dhe të trasha në këtë zonat e ulta të brenda argjenaturave të lumit Seman. Dhe aktualisht deri tani nuk kemi asnjë lloj përmbytje të këtyre baktive. Në rast të vazhdimit të rreshjeve rrezikohen në shtëpitë të cilat janë gjetur me argjenaturën? Me ndërtimin e hidrocentralit të Banjës, që prurjet në lumin Devoll janë 0, pothuajse, dalja nga argjenatura e lumit Sema është pothuajse shumë pak përqind ose mos them fare që mund të dali. Diçka lidhje me zonën e Tërbufit që është edhe zona më e ulët dhe bujësore në të gjithë vendin. Si kemi situatën? Situata e rreth Lushnjës ka qenë e qetë. Kjo ka ardhur si rrjedhoj e pastrimit kanaleve kulluese nga Bashkia Lushnjë, si dhe kanalet kryesor të Drejtorisë Ujitjes dhe Kullimit Fier. Bashkëpunimi ka qenë i vazhdueshëm midis tyre dhe kjo bën që të arrijnë dhe rezultatet dhe fakti tregon që ne nuk kemi asnjë metër katror për mbytjen në të gjithë rrethin e Lushnjës. Aktualisht tre hidrovorët në zonën e Tërbufit ose Mbizëqes që i themi. Të tre hidrovorët, hidrovori Tërbufit, hidrovori Karavastas dhe i Divjakës janë në nivele minimale. Momentalisht punoj me 1 ose 2 pompa në mënyrë alternuar sipas prurjeve që vinë në këto hidrovore dhe gjendja është shumë normale. Faleminderit. Lutem. Rritja e nivelit ka përmbytur 108 Gjë që të shpëtun ty edhe apo?